Maro Mokra, në jug, Bubulina, bërore Arvanitas dhe Peloponezit, Suliotet, u hodhën nga shkëmbinjt të mos bini në duart e pushtuzve. Vran veten, sakrifikuan foshnjët në gjidh dhe i hodhën në umner, të mos bini në duart e pushtuzve, pra të mos korriteshin, e thoni shumë bukur ju, të mos korriteshin në Gelnisht. Tani, unë kam dëgjuar dhe histori që disa biznesmen organizojnë parti, ftojnë ca vajza dhe u ka ndodhe tragedia, ka parti tjetri vajzën e vetë që ka ardhë me të ftuarat. E, po leta kishte mundjen. Jo, leta kishte. Se unë jam brezi që jam rritë... Pse harojmë këshu ne? Pse harojmë? Qarë nga bën e vetë harojmë? Kush nga bërit harojmë? Ne jemi rritë me tolona. Ne, jo juve, se ju keni qenë në Jugoslavi dhe... Më falë, do me thënë s'keni pas genocidin dhe gjëra, po them nga ana ekonomike. Po e kam qartë, nga ana ekonomike ne jemi rrit me, do me thënë, këta tani përse harojnë edhe jo çfarë? Me Land Rovera me. Po të gjitha ato që i ke dëgjuar ti dhe prandaj jam këtu sot me ty dhe do me thënë kur pash edhe buzëqeshjen tënde dhe energjinë pozitive, të falenderoj se mendova po më bën mirë edhe për gjithë gjendjen edhe jo, sinqerisht, pse harojnë? Dhe pastaj është shkruar në gjithë librat e shenjtë se atë doja të thoshja mëkatet e etërve i paguajnë bijt dhe bijat. E vërtet. Kështu që nuk është çudi fare. Domethënë ka qenë një tokë shkretëtir. Çfarë do ti që shkon dhe ndërton aty? Dhe pasi ndërton e kthen në një Sodom dhe Gomor. Se po bëhet dhe Tirana Sodom dhe Gomor. Dhe në qoftë se ne mbijetuam dërshekuj, si gen arbëror, mbijetuam sepse ne ditëm aq sa mundëm të ruanim kanunin, kodet që na lanë të parët. E vërtet. Po tani, në qoftë se ti këto kode i merr dhe i bën me silikon, atëre do të vinë ndëshkimi ynor, patjetër do të vinë. Patjetër, nuk ka asgjë për të çuditur. Asgjë për të çuditur. Më vjen shumë keq, kur i kam dëgjuar si histori, kanë qenë dhe njerëz që i njoh, por do të vi. Do të vi rendja, sepse është rendja, nuk është logjike kjo makutëri, rendja pas materiales, pas pasurimit të shpejt. Çfarë? Jo, ka një proces, do me thënë, unë nuk mund të lind 50 vjeç. 50 vjeç jam sot, që po flasim. Pra, duhet kalojmë 50 vjeç që unë të bëhem 50 vjeç. Po është proces, po? Po pikërisht. është gjithë procesi biologjik, si që thua, falemderit. Po, tani si pambaruar ende gjimnazin, ku di unë... Në Dubai. E pra, atërë qëfar? Dhe se po flas tani, ndoshta, do më thënë nuk e di, më falë, nuk jam edhe aq kështu i informuar kush është struktura në Kosovë, po edhe ky spaku jonë, do më thënë, ore, në qoftë se unë ti nesër më shef mua që ule me helikopter në studion tënde, po pjute parë do më thua, Lert, ku e gjetë helikopteri, më thua, se unë të njoh kaq vite, ke qenë aktor tek show komik te Portokallia, ke qenë shumë i mirë. Aktor jemi, unë ndonjëherë do më thënë, bëj dalë dhe në ndonjë emision, ty bravo të qoftë. Pra, je një gazetar, artist. Unë i di unë mundësit e tua dhe ti i di mundësit e mija ekonomike. Tani po mpe nesër me helikopter, apo ti të vinë në Prishtinë me tanks, do thuash ku e gjete, o Lert, si gjete. Bingo, ku e gjete, patatina, trapër short për vitë të ri. Edhe ato duen pjotur një qik, ku i gjetën. Ku i gjetën, jo sinqerisht, ku i gjete. Ku i morën? E di, më pëlqeu shumë, nga që ti e di, nuk para flet darkave, dhe kështu që në të gëdhiru nisa për Prishtinë, edhe ndalova këtu në hyrje të qytetit të një kafe. Të pija një kafe sa të shkonde një qikora. Dhe, jo, nuk është për reklam fare, po sinqerisht të falenderoj Samiun, se më bëri përshtypje një gjë. Kur u futa në hotel, gjithë personeli ishin të rinj. Çuna të rinj dhe goca të reja, që punojnë, nuk zgjedhin të ikin të mbyllen shtëpive të Europës, apo semaforeve. Ata kanë zgjedhur mënyrën e ndershme për të bërë diçka. Dhe kjo ja vlen. Ja vlen në Shqipëri, do me thënë, të
të ketë një në gjithë trevat tona. Domethënë duhet i rikthehemi donjëherë, jo donjëherë, po nuk ju rikthyem vlerave që na sollën deri këtu, ne shumë shpejt do shpërbëhemi. E vërtet. Jo shumë shpejt. Ata Jo të jesh i sigurt do shpërbëhemi shumë shpejt. E vërtet, ata që harrojnë historinë të kaluarës rrezikon që ajo të përsëritet.